Përfaqësues të stacionit policisë në Malishevë, Bekim Hoxhberna, i nderuari përfaqësues i zyrës qytetare të Republikës së Turqisë në Prishtinë, Naxhi Efe me bashkëpunëtor, i nderuari komandant i policisë në pikën kufitare të Vërmicë, i nderuari përfaqësues i FSK-s Tonjer Vedat Shatri me bashkëpunëtor, i nderuari nënkryetar i shoqatës familjeve të bashkë me familjarë të dëshmorëve, zoti Kastriot Berish, i nderuar përfaqësues nga Këshilli i Bashkisë Islame të Suaregës, të nderuar mysafir të tjerë shoqatës vazhgjeturve, Vaslisan, Mulla Feta, Vasim Alesh, ju burra tjerë i nderuari deputet i Republikës së Kosovës, zoti Valan Boti, të nderuar përfaqësues të bizneseve, institucioneve lokale dhe qendrore, xhamatli, kolegë, imam dhe gjithë ju të pranishëm, më lejoni që ne anë të Këshillit të Bashkisë Islame në Malishevë ju dëshirojmë mirëmarrje në iftarin tradicional të organizuar për këtë vit, duke ju përshëndetur në përshëndetjen e banorëve të xhamitit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekretari i Këshillit të Bashkisë Islame në Malishevë vjen i privilegjuar që të drejtohen në mesin tuaj në rast me organizimet e iftarit tradicional. Pas parasysh që jemi mbledhur në sofrën e iftarit, në sofrën e bereqetit, në sofrën e cila neve na bashkon pa dallim të pozitave dhe pa dallime të tjera. Andaj jam shumë i lumtur dhe i kënaqur dhe falenderoj Zotin që na ka mundësuar sot në këtë sofër të iftarit të jemi së bashku me juve. Ramazani është një muaj i mëshirës, është një muaj i unitetit, është një muaj i solidaritetit, andaj të gjitha këto sot besoj që jemi duke i përjetuar bashkërisht. Padashur që të zgjatëm më tepër, në emër të Këshillit të Bashkisë Islame në Malishevë, ju falenderoj çdo njërin që i përgjigjur fjesës sonë dhe keni nderuar dhe keni madhështuar sot këtë sofër të iftarit me prezencën tuaj, duke filluar nga kryetari dhe të gjithë të tjerët që jeni prezent. Andaj ju falenderoj për kryetarin e komunës për bashkëpunimin dhe gjithë përfaqësuesit e institucioneve të tjera lokale dhe qendrore, të cilët mundohen në çdo moment që të bashkëpunojnë dhe të japin kontributin për të mirën e përgjithshme të qytetarëve dhe besimtarëve tanë. Këtë iftar e kemi bashkë organizuar me zyrën e dialektit të Bashkisë Islame të Turqisë që është në Prishtinë.